Christine Kane, një aktiviste, shkrimtare, folse, drejton një nga organizatat më të mëdha që lufton trafikimin e vajzave dhe grave në botë. Christine Kane u braktis si fosh. Në certifikatën e saj të lindjes nuk ka një emër, në fakt ka një numër. Ajo është një grua, një vajzë që për 13 vite rresht nga mosha 3 deri në 15 vjeç u abuzua. E megjithatë sot ajo sjell të tillë ndikim në mbar botën. Dhe shiko si thot Christine Kane, nuk është nevoja që ti të bësh gjithçka, por ti duhet të bësh diçka. Edhe arsyeja pse fillova me popullin e Izraelit është për të parë se si shkrimi, edhe se Zoti ka ndërvepruar edhe na ka dhënë ne mesazhin se si ne duhet jetojmë sot si shtektar në këtë botë. Dua që të shohim bashkë edhe njerëz që në fakt realisht janë historitë e ditëve të sotme. Nuk janë vetëm të 600 viteve përpara Krishtit. Mike Todd, një pastor që unë e kam shumë për zemër, thot ndalo sa ankuari dhe fillo të kultivosh. Nuk e di, vetëm mund të aludoj çfarë po bënte populli i Izraelit në momentin kur Jeremia u shkroi, por nuk e di si ndjeni ju në ato rrethanat që jeni. Edhe ndonjëherë duket sikur nuk ke çfarë kultivosh, je kështu si në ethe duke pritur për gjën e radhës që do ndodhi. Atë mrekullinë që Zoti do bëj për ty. Mbase populli i Izraelit po priste që do kthehemi prap shumë shpejt, ka për të ndodhur, s'ka mundësi që ne jemi në robëri kaq gjatë. Po sikur ndryshimi që ti po pret të ndodh nga ti. Nick Vujicic është një lider tjetër i krishterë me shumë influencë, i lindur pa duar dhe pa këmbë, me një fëmijëri dhe rritje shumë të vështirë, dhe më pas filloi një shërbes që ka ndikuar miliona e miliona në mbar botën. Ai thot nëse nuk mund të marrësh një mrekulli, bëhu ti një. Kush është mrekullia që ti po kërkon? Kush është ndryshimi që mezi po e pret në ato rrethanat e tua? Të vi 1 milion euro nga dheu dhe të fillosh atë biznesin që ke ndërruar, të blesh atë vilën që ke fiksim, kolegët apo shefi, kur shkosh nesër, si ditë e hënë, të jenë totalisht ndryshe. Të marrësh një ofertë për një promovim, që as e kishe menduar. Bashortit apo bashortes t'i vinë mend dhe martesat të fillojmë në fund të lulëzoj. Të ikësh nga Shqipëria apo po ndron të kthesh prap. Me shumë gjasa, ata njerëzit që janë përreth jetës tënde dhe të njohin, janë duke pritur që mrekullia të vijë nga ti. Sepse e din që në një të diel pas dite, plot me diell, kur ti kishe 1 milion gjëra të tjera që mund të bëje, ti shkon edhe adhuron me të tjerë, të njeh Zotin dhe ndjek atë edhe e kërkon atë me gjithë zemër. Mbase ata që janë për te e presin që mrekullia ti është ti. Pali u shkruan Filipianëve, unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon, edhe nxitja ime për ju sot, edhe për veten time, gjatë gjithë kësaj jave, ndërsa mendoja për mesazhin është, ne mund të jemi ajo mrekullia që njerëzit përreth nesh apo kontekstet tona presin të ndodhi. Sepse ne mund të bëjmë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon. Letra drejtuar Filipianëve konsiderohet si letra e gëzimit, edhe ne kemi përmendur shumë herë gjatë gjithë këtyre javëve. Mos u shqetësoni, gëzoni. Filipia ishte në veri të Greqisë në atë kohë pjesë e Maqedonisë. Pali shkoi në Filipinë, në Selanik, në Athinë, në udhëtimin e tij të tretë, erdhi deri në Iliri. Edhe pyes veten, pse i foli kaq shumë një popull i fqinj për gëzimin, që të mos shqetësoheshin dhe ju kujton që mund të bëjnë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon. A mos ishte diçka në këtë rajonin ton që i pret zgjidhjet nga jashtë? Nuk e di.
por di që në ne është fuqia për të qenë mrekullia aty ku ne jemi. Tek njerëzit, komuniteti, qyteti edhe rrjedhimisht vendi ynë. Sot shumë shqiptari kanë sytë data 11 maj, edhe tek zgjedhjet. Edhe disa presin për një mrekulli, disa janë të bindur që ky vend nuk bëhet, edhe disa të tjerë janë indiferent. Unë besoj që ky vend bëhet nga gjithë secili prej nesh, kur ne e dim që mirëqenia jonë varet nga mirëqenia e qytetit ku ne jetojmë. Ashtu si që Jeremia i shkruajti popullit të Izraelit. Edhe sigurisht nuk po flas për atë sfidën ku ti mbahesh me shpirt ndërdhëm edhe duron aty ku je, por duke bërë me besnikëri atë për cilën ti je mjeshtër, atë për cilën ti e di që është individualiteti dhe vlera që ti sjell aty ku ti je. Catherine dhe J.F. janë në këtë foto në ditën e tyre të dasmës në vitin 2004. Në vitin 2008, Catherine pëson një paralizë që indikoi pamjen e saj, të folurën, gëlltitjen. E megjithatë, Catherine sot është një folëse e jashtëzakonshme, shkrimtare, drejtuese me shumë influencë. Dhe një nga motot e Catherine është kjo. Këtu është Catherine me familjen e saj në vitin 2018. Unë nuk jam bjetuese e një paralize. Unë jam fitimtare në Krishtin. Pra nuk po flasim të durojmë si dikush që çmëgjeti tani dhe do mbjetoj se s'kam ç'a bëj. Kjo më ra edhe këtë do bëj. Po flasim për të qenë fitimtar, për të qenë mrekullia aty ku ne jemi. E për ndikuar në mirëqenien e qytetit ton, e rrjedhimisht ne do të jemi më mirë. Edhe jam e sigurt që ti po thua, po nga t'ja filloj, si të bëhem unë mrekullia. Mbase sot ke shumë me cilën Perëndia të ka bekuar, ke shumë që e ke kultivuar ndër vite, ke që duke mbjellur në vend që të ankoheshe. Qoftë këtu apo kudo ku ti ke vendosur të ndërtosh jetën tënde. Vazhdo me besnikëri dhe ne njohim shumë vajza dhe djemë në mesin tonë që transformojnë vendin ku janë për ditë. Po mbase sot kanë mbetur pak në duar, si Catherine në momentin e asaj që ndodhi. Ajo nuk u morë me çfarë ju hoq, por ju morë me çfarë i mbeti. Atë që i mbeti, ajo çoi në dëshpërim përpara Perëndisë dhe ai e shumë fishoi.